Qeni konsiderohet ndër kafshët më besnike ndaj njerëzit, por kjo nuk vlen për të gjitha racat e qenve. Prej vitesh, Pitbull, konsideruar si raca më agresive e qenit, është kthyer në një shqetësim real për banorët në të gjithë vendin, e ku nuk kanë munguar as viktimat. Mesdita e 2 nëntorit të vitit 2023 do të shënonte një ngjarje horror në Durrës, ku 3 qen Pitbull në pronësi të Armandlalës u bën agresiv dhe një prej tyre sulmoi fqinjin Halil Basha. Sulmi ishte aq makabër sa qeni i këputi gjymtyrët e 24 orë më vonë, i moshuar i vdiq në spitalin e Durrësit. Ndërsa policia procedoi penalisht për ndarjen e 3 qenve Armandlalën, duke e arrestuar. Rrëfimet e dëshmitarëve. Se sot më datë 2/11/2023, rreth orës 13:30, ka qenë në banesë dhe ka dëgjuar një zhurmë. Ai ka dalë menjëherë për të ikur, kur i ka ardhur një femër e lagjës, e cila ka thënë se e merri kapelen dhe dhëmbët se janë të xhaxhait tuaj Halil Basha. Ai ka parë ambulancën, duke qëndruar aty, dhe pastaj ambulanca është larguar në drejtim të spitalit. Shtetasi Bashkim Basha, duke u gjendur në këto kushte, ka shkuar menjëherë në spitalin rajonal Durrës dhe ka parë xhaxhain e tij Halil Basha, të kafshuar nga qeni një shtetasi që ka banesën në zonën e tij. Qeni e ka kafshuar në kokë dhe në disa vende të trupit. Ai deklaroi se është takuar me pronarin e 3 qenve Pitbull dhe e ka këshilluar, duke i thënë se kujdes me 3 qenët, se do të kafshojnë banorët e zonës, por pronari 3 qenve i ka thënë se jashtë nuk sulmojnë njeri me përjashtim në pjesën e brendshme të oborrit. Por e gjitha kjo do të mbetej një rast i izoluar. Një tjetër qen, këtë herë po i fqinjve, do t'i merrte jetën një zonjë në fshatin Çerrak të Bashkisë Belq. Ngjarja u shënua në fillim të shkurtit, ndërsa viktim mbeti Emine Agolli. Policia njoftoi se specialistët për hetimet e krimeve të Komisariatit të Policisë Cerrik arrestuan në flagrancë shtetasin me inicialet GA 68 vjeç, pasi dje qeni që ai mbante ka kafshuar shtetasen me iniciale EA 65 vjeç, e cila për pasojë ka humbur jetën, thuhet në njoftimin e policisë. Kafshime që kishe bërë qeni, nuk ishe se pati rridhe hemoragjie shumë. Pati rridhe hemoragjie shumë, se kaq ka rezistuar. Nga vendi ku e kafshoi qenin, erdhi vetëm. Që erdhi deri sa ishte ulur karrikët, edhe mori edhe në telefon kunatën, sa erdhi kunata. Nga atje që erdhi deri këtu, dava 10 minuta, edhe 10 minuta që ka shkuar që ullë karrikët, shkon 20 minuta. Vdekën e kemi hakne, dhe të vdesish me zorë. Absolutisht asnjë nuk kemi përvore. Aksidentalisht edhe vritesh, edhe nuk është ndonjë e përballon për momentin, po kjo që e tmerrshme. Të vdesish me zorë. Kishte fëmijë zonja, i kishte jashtë vendit. Jashtë vendit. Por as viktima e dytë e dokumentuar nga policia, si pasojë e kafshimit të qenit, nuk mbeti një rast sporadik. Mesdita e 7 prillit të vitit 2026 do sillte një ndër ngjarjet më të rënda. Pitbulli që shëtiste i lirë në përzonën e Lungomares në Vlorë ju vërsul një të miture vetëm 4 vjeç. Fati dhe ndërhyrja një punëtori bashkie e shpëtoi voglushe nga vdekja, ndërsa dëmtimet ishin të shumta. Ishim duke shkuar në shtëpi, dhe nxora xhiro nga deti, po i kepër në shtëpi, she një qen atje rrugaç me një zinxhir. Iku këtej, pastaj u kthye, erdhi këtej. Se mbrojta do të vajzën, po ndorrin shumë ata veta, ndorrin gjithë ata. Erdhi qeni apo vajzën të ndryshosën e kishte? Jo, erdhi qeni, unë e kisha vajzën për dore. Unë e kalova këtej vajzën. E pash që ai po vinte, unë e kalova këtej nga ana tjetër, ai bëri sikuriku e të rrotullua të erdhi vapi urdhaj. E teksa në momentin e kafshimit të sëmiturës, Pitbulli ishte pa të zotin e një pronar, hetimet e policisë zbuluan se i përkiste një 87 vjeçari me iniciale HB, tashmë i proceduar penalisht.